shkakta e veprës penale, vrasja e rënë nga ligji 173, paragrafi 1, për shkak të veprës penale shtytje, vrasje të rënë. Për çështjen që është objekt shkëtimi, trupi gjykues, një zërim në emër të popullit, me këtë gjykim të pandirit Kastriot në çështjen penale ndaj të pandirit Kastriot në Mirtaj dhe këshillit në Mirtaj, për shkak të veprës penale, vrasja e rënë nga ligji 173, paragrafi 1, 1.5, 1.8, 1.9, lidhur me 30 të kërkesë, i pandiri Halil në Mirtaj, për shkak të veprës penale shtytje, vrasje të rënë, nga ligji 32, lidhur me ligjin 173, paragrafi 1, paragrafi 1.1, 1.5, 1.8, 1.11 që ka kërkesë dhe ndaj të gjithë të pandirëve, Halil në Mirtaj, Kastriot në Mirtaj dhe këshillit në Mirtaj, për shkak të veprës penale mbajtje polici, kontroll ose posedim të pa autorizuar të arme, nga ligji 366, paragrafi 1, lidhur me 30 të kërkesë, sipas aktakuzës së prokurorisë themeluar e PI, Departamenti i Kutimit të Roma, TP një Romak, 2/4 të dotës 5/5/2023, trupi gjykues vlerësoi se kjo gjykatë është kompetente në pikën e vendorëve territoriale për të vendosur në çështje penale dhe se nuk ka nevojë për rihapjen e shkëtimit kryesor. Andaj duke vendosur për çështjen që është objekt shkëtimi, trupi gjykues një zërim në emër të popullit me këtë gjykim të pandirit Kastriot dhe këshillit në Mirtaj në shërimet personale si në shpresat e vendës për veprën penale si në dispozitivin 1 të akuzës lirohen nga akuza. Për veprën penale bashkëngrirje, vrasja e rënë nga ligji 173, paragrafi 1, në paragrafi 1.1, 1.5, 1.8, 1.11, lidhur me 30 të kërkesë, i pandiri Halil në Mirtaj në shërimet personale si në shpresat e vendës për veprën penale si në dispozitivin 2 të akuzës lirohet nga akuza për shkak të veprës penale shtytje, vrasje të rënë nga ligji 32, lidhur me ligjin 173, në paragrafin 1.1, 1.5, 1.8, 1.11 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Për veprën penale si në dispozitivin 3 të dispozitivit të akuzës, i pandiri Kastriot në Mirtaj lirohet nga akuza, që po të bëjë me veprën penale mbajtje pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të arme nga ligjin 366, paragrafi 1, të pandihurit të Halil dhe këshillit në Mirtaj në shënimet si në shpresat e vendës për veprën penale si në dispozitivin 3 të akuzës, shkollën fajdor, për shkak të veprës penale mbajtje pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të arme nga ligji 366, paragrafi 1 të kërkesë. Trupi gjykues lidhur me pjesën dënuese, vendosin në mënyrë unanime, andaj në kuptim të ligjit 364, Kodit Kosovës Penale dhe dispozitave të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, gjykon të pandirit Halil në Mirtaj i shqipton dënim me burgim në pozgjote prej 3 vitesh, i cili dënim do të ekzekutohet pas përshkruajtjes së tij gjykimi, edhe dënimi në shqiptuar do drejtë të dhëtuar kaluar në paraburgim. Të pandirit këshillit në Mirtaj i shqipton dënim me burgim në pozgjote prej 1 viti, i cili dënim do të ekzekutohet pas përshkruajtjes së tij gjykimi, edhe dënimi në shqiptuar do drejtë të dhëtuar kaluar në paraburgim. Për pjesën dënuese, obligohet të dënuarit që në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej nga 300 euro secili, ndërsa në emër të fondit për kompenzimin e viktimave të krimit të paguajë shumën në lartësi prej nga 50 euro të gjitha aftuar në afat prej 15 vitesh nga dita e këmbshmërisë së tij gjykimi e në kërcënimin e përmbajtjes me detyrim. Në lidhje me pjesën liruese të tij gjykimi, shpenzimet e procedurës veten në barrën e mjeteve buzëqendrore të çdo gjykate. Konfiskuan fishek të përshkruar si në dispozitivin 3 të gjykimit, të dëmtuarit udhëzohen në kontest juridiko civil, ndërsa të pandimorëve u ndërpret mosa para përgjithësimit në atë vendim të veçantë. Ky është vendimi i kësaj gjykate sa i përket këtij rasti e vendimin e pranoni në afat të arsyeshëm ligjor.